Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në diskursin publik, çdo ditë flasim për sigurinë e punëtorëve, veçanërisht atyre në sektorin privat. Por të dhënat na tregojnë që një pjesë e shërbësve civil punojnë në kushte jo të mira dhe pa pajisje përkatëse. Gjatë muajve të fundit kemi pasur disa raste ku policët e Kosovës janë lënduar e në një rast një ka vdekur pasi u shtypur nga një makinë në pikën kufitare të Vërmicës. Sonte do gjunojmë nëse këto incidente ishin të rastit apo policët e Kosovës kanë probleme me sigurinë e pjesëtarëve të saj që ndalin makina ditën dhe natën në rrugë e po ashtu në autostrada tona. Për me zhvillu këtë analizë kam intervistuar disa profesionistë dhe ish polic, ndërsa kam kërkuar edhe intervista nga policia e Kosovës, por ata janë përgjigjur vetëm me email. Ta sqarojmë fillimisht se për çka po flasim. Në rrugët tona shohim policë që u mungon pajisjet të cilat sipas ekspertëve do duhet të ishin të domosdoshme për t'u përdorur. Përveç kësaj, në rrugët me shpejtësi të lartë ndalja e makina ndodh pa paralajmërim dhe duke rrezikuar sigurinë. Halit Shaljani sot është avokat, ndërsa në punën e tij paraprake kishte punuar shef i ndërrimit në njërin prej stacioneve të mëdha të kryeqytetit. Ai konstaton se ndalja e makinave në rrugë pa pajisje nuk është sipas standardeve. Në vazhdimsi, policia e Kosovës ka pasur probleme me kushte, apo të them më mirë që gjithmonë është munduar të i përmirësoj kushtet, sepse kushtet kanë qenë jo mjaft të mira si pajisja me vetura apo me uniforme dhe me sigurim shëndetësor, e cila ka qenë kruciale në punën e policisë, e cila vetëse e mendoj që është dashur të përfundoj në një periudhë shumë më herët. Ende mbretërojnë këto kushte, edhe ende ka kërkesa të ndryshme për përmirësimin e kushteve, e që mendoj që edhe disa nga kushtet të cilat vetë se mungojnë, afektojnë në kryerjen e detyrave policore. Fillimisht do duhej të ligjerohej lidhur me këtë pjesë për shkak se ka rrezikshmëri të madhe në autostrada, e ka raste kur policët bëjnë pikë kontrolli në autostrada, ndalojnë veturat të cilat e kanë të lejuar deri në 130 km/h, mirë po ka ndonjë ngas i cili vozit me shpejtësi shumë të madhe. Atëherë, ndalimi i asaj veture nga policët që të dalin në autostradë dhe të ndalojnë, konsideroj se është një rrezikshmëri e të cilën e bart në vetë polici. Nuk e di tani më a është një ligjerim rreth kësaj, por me pamjet që i shohim çdo ditë, mendoj që ajo nuk duhet të jetë. Për shkak se tani më kanë veturat inteligjente, kanë veturat e tjera që mund përmes veturës me veturë të ndalojnë, të shenjizojnë fillimisht, apo edhe në rastet kur dojnë që kanë ndonjë plan operativ të aprovuar fillimisht, me plan operativ për ndalimin e veturave apo kontrollin e veturave, gjithmonë duke u mbështetur në kodin e procedurës penale për kontrollet, atëherë duhet të vendosen shenjizimi shumë më larg, që ai shenjizim të paraqet se diçka është duke ndodhur në rrugë e që nga sësi duhet domosdoshmërisht të ngadalsojnë shpejtësinë. A ndodh kjo të nake, po që ka pikë kontrolli në autostrada me kona që ashtu që tregojnë prej 130 që duhet me ra në afërsitë policit 20 km/h? Jo, fatkeqësisht nuk ka, edhe e konsideroj që është një rrezikim i zyrtarëve policor të cilët do dalin dhe bëjnë ndaljen e veturave në autostradë. Shikues të nderuar, atë që ka e thot zotri Shaljani është tentuar të sqarohet nga ekipi ynë me autoritetet menaxhuese të policisë. Kemi kërkuar intervistë me menaxhmentin, mirë po përgjigja ka qenë vetëm me shkrim, që çka na kanë thonë. Policia e Kosovës në vazhdimsi është duke avancuar me pajisje teknologjike për mbikëqyrje dhe kontroll të trafikut, ku në vitet e fundit jemi furnizuar me pajisje inteligjente dhe radar mobil për kontroll të trafikut në autostrada dhe rrugë nacionale me qëllim të rritjes së sigurisë përveç zyrtarët policor, ashtu edhe për pjesëmarrësit në trafik.
Në koordinim me institucione tjera relevante në nivel qendror dhe lokal, jemi duke u angazhuar në zgjerimin e kapaciteteve teknologjike për mbulim të mbikëqyrjes së trafikut përmes kamerave të sigurisë e në të ardhmen edhe vendosjen e radarëve statik në lokacionet e identifikuara me rrezikshmëri më të lartë në rrugët lokale, nacionale e autostrada. Në bazë ditore, zyrtar policor udhëzohen për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe pajisjeve që duhet të kenë në dispozicion para se të angazhohen në terren varësisht nga kushtet dhe angazhimet specifike që kanë. Jemi pjesë e grupeve punuese në nivel qendror për plotësim ndryshimin dhe avancimin e bazës ligjore në fushën e trafikut me theks të veçantë në avancimin dhe përdorimin e pajisjeve teknologjike për një siguri më të madhe për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Në ndërkohë, për të pasur një ekspertizë tjetër të pavarur nëse gjendja në të cilën menaxhohen rrugët dhe siguria e policëve, kemi kërkuar një interpretim nga një profesionist tjetër i fushës. Jetullah Aliu deri në vitin 2024 kishte pozicion të lartë në Inspektoratin Policor të Kosovës. Ai madje në një kohë ishte shef i hetimeve në këtë inspektorat dhe ka një përvojë edhe në punën e policisë së Kosovës. Aliu po të thon qartë që ajo që ka ndodhur në rrugët e vendit nuk është siguri për policët. Kemi pas raste të tilla kur ka pas edhe aksidente, pikërisht nga papërgjegjësia e ndaljes një automjeti në një vend jo duar. Kemi për shembull çështja e parë drejt për drejt e një qytetari kur shkel ligjin e trafikut apo është te kalim shpejtësisë, ai duhet me gjetë një vend sigurt të parkohet. Mirë po, zyrtar policor, njësisë trafikut me theks veçantë në të autostradave, këta duhet gjejnë pozita të sigurta sa i përket ndaljes një automjeti. Nuk ka rëndësi shumë të madhe që ajo njësi ta ndalë ato automjet. Ka mekanizma, ka metoda apo veprime tjera. Për shta i kanë radiolidhet, për shta i kanë komunikimet që drejt për drejt me kontaktu një njësi tjetër, për arsye sepse mund vjen edhe deri tek aksidenti. Çështja e parë që duhet me bë qoftë autostradës, qoftë zyrtar tjerë është parandalimi apo reagimi tyne për mos me ardhur deri te një veprim. Po nuk jem nuk pajtuna me veprimin edhe mënyrën. Kum pas raste që nga rruga tjetër kanë dalë në rrugën tjetër edhe e kanë dalë që nuk ka nevojë sepse vetveten e rrezikojnë, pastaj mundon me rreziku edhe ndonjë ngas tjetër të automjetit ose ndonjë qytetar tjetër. Sa kanë qenë pjesë e inspektoratit policor, një numër shumë i madh i ankesa pikërisht janë ardhur për shkak që s'janë pajtuar me shqiptimin e etiketës. Caktimi, vendosja e këtyne radareve, këtyne pikave, pa prezencën e policisë, definitivisht e kanë efektin e vet. E kemi rastin për shembull tash në këtë vetë në fillim të këtij viti e kemi pas njoftimin që janë vendosur në për disa pika kryesore në Prishtinë, e ka pas efektin e vet parandalus. Kujdes sepse këtu mundet me qenë një kamerë dhe mund të vjen deri te një gjob ose një kundërvaj. Një polic ka vdekur në muajin qershor në pikën kufitare të Vërmicës pasi u shtyp nga një makinë. Në të dhënat publike janë disa raste të tjera ku policët janë lënduar nga makinat në lëvizje të cilat nuk i respektojnë rregullat. Ekspertë e fushës së sigurisë së punës së policisë potencojnë se një pjesë e këtyre aksidenteve vijnë në mungesë të pajisjeve për operativet e policisë. Mungesat të kushteve të punës, e të cilat mund të ndikojnë direkt në punën efektive policore, i përmend edhe Jetullah Aliu, ish-zyrtari policor dhe ish-zyrtari i Inspektoratit Policor të Kosovës. Policia e Kosovës ende është pa sigurim shëndetësor. Policia e Kosovës është me një pensionim ende të moshës 65 sikur çdo qytetar tjetër. Është në procedurë ligji për pensionimin e policisë Kosovës që definitivisht është i domosdoshëm për shkak se këta kanë specifika dhe këta kanë autorizime policore të cilat janë definitivisht ndjeshme dhe kërkojnë vëmendje te çdo rast qoftë para hetimor ose para penal ose edhe hetimor që vazhdimisht ju kërkohet t'jenë vigjilent dhe t'jenë profesional. Prandaj është edhe i domosdoshëm edhe ligji për pensionimin e policisë, po edhe këta të kenë sigurim.
Asa kam në informacione, është një numër shumë i madh që trajtohen nga smundje të ndryshme, të cilët definitivisht kanë të lashe shëndetësore, prandaj edhe statusi tyre duhet rregullohet dhe zgjidhet një problem një herë për gjithmonë sa i përket policisë. Për shembull, në kohën kur kam vepruar qofsi në mbikëqyrje, qofsi një pozitë tjetër në inspektoratin policor, kemi pasur ankesa të ndryshme pikërisht për shembull edhe për tejkalim të afateve disa produkte siç është për shembull sprej ose ndonjë element që siç dashur ndodh, mirë po sa i përket veshmbathjeve, veshjeve, vlerësoj që këta duhet të përkrahen, sidomos ato veshmbathjeve të kthehen në interes qytetarëve, sepse ata i përdorin dhe i kanë mundësit për veti dhe për mbrojtjen e qytetarëve. Fatkeqësisht, vështirësi vazhdimisht kanë pasur në këto institucione të sigurisë. Me tekst veçantë e vlerësoj për shembull tek Policia e Kosovës si një institucion, si një agjenci e pavarur që ka mandat autorizime policore me ligj të policisë dhe me kodin e procedurës penale dhe kodin penal, krejt këto vinë si rezultat që ata zyrtarë policorë do të mbështeten dhe do të përkrahen nga institucione tjera të cilat kanë për mandat për mi mbrojt dhe për mi përkrah këtë institucion. Theksoj me një rëndësi të veçantë, Policia e Kosovës vazhdimisht ka pas probleme apo vështirësi sa i përket pajisjeve, sa i përket sot edhe kësaj dite kur përfaqësoj ndonjë palë, kemi të lasha në stacione policore, qoftë për një printer, qoftë për një pajisje shumë thjesht, e që vesa edhe për shkak të përvojës, ka njerë kemi edhe ankesa të zyrtarëve policor që pikërisht ju mungojnë edhe sendet elementare. Të dhënat na tregojnë se lëndimet e zyrtarëve policor ka pasur edhe në autostradat e Kosovës. Kjo pasi shteti ende nuk ka arritur në zavendësimin e radarëve të dorës me radar statik, të cilët do i mbronin policët nga ekspozimi i rrezikut direkt në trafikun rrugor. Nuk e di qysh kanë qenë në të ardhmen, por në praktikat e vendeve të rajonit kanë vendosur shumë radar statik, ku polici nuk ka nevojë që të ashtë ofër radarit, ndërsa radari statik e kryen krejt punën e vet, edhe shënimet shkojnë në mënyrë elektronike në Policinë e Kosovës, ku shqiptohen edhe gjobat. Edhe këtu kisha thonë se Sindikati i Policisë Kosovës, që Policia e Kosovës me Ministrinë e Punëve të Brendshme të bëjnë një projekt që radar ti zavendësojnë radar këta që janë me radar statik, për arsye se edhe fuqia punëtore për Policinë e Kosovës ishte liruar, edhe këta policë ishin aktivizuar në sektore tjera, ndërsa pjesa ku radarët janë policë në pikat statike me radar, do të zavendësohen me radar statik. Që kështë qenë ma e mira nashta në për autostrada, se kena pas raste kur policë janë lëndu gjatë tentimit për mi ndalë veturat. Edhe kishte qenë ma mirë, edhe policia nuk ishin rreziku kaq shumë në komunikacion. Domethënë gjatë ndaljes së të veturave nuk ishin rreziku, po edhe kishte qenë ma efikase edhe ma mirë. Sa i përket vitit 2024, 2025 dhe pjesa e vitit 2026, në Policinë e Kosovës kemi pasur 390 lëndime detyrë. Është shqetësuese, por nuk kanë ardhur vetëm prej komunikacionit, por kanë ardhur prej raste të ndryshme, sepse ne kemi lëndime edhe gjatë aksioneve të ndryshme, ku mund të na lëndu polici. Po më shqetësuese është sepse këta policë nuk kanë ndonjë ligj ose rregulluar që i kompenzon këta për këto lëndime, përveç se shërimit që e kemi drejtorinë e shërbimeve shëndetësore, që merret domethënë me pjesën e pagesës së barnave të tyre ose ekzaminime mjekësore të ndryshme. Do të thotë nuk kanë ndonjë dëmsh problem. Ndërsa është edhe më shqetësuese vdekja e policëve gjatë detyrës. 55 policëve, domethënë gjatë këtyre viteve 2024, 2025 dhe pjesën e parë 2026 e kemi 55 policë që kanë vdekur gjatë kryerjes
gjatë detyrës. Sepse ne kemi 2 vdekje, gjatë detyrës dhe gjatë kryerjes detyrës. Vdekjet gjatë kryerjes detyrës e kemi pasur 2. Kemi pasur rështerin, Afrim Bonjokun edhe policin që ka vdek kohën e fundit ose tash fundit në pikën kufitare. Edhe vdekjet në detyrë janë mjaft shqetësuese, sepse edhe vdekjet në detyrë vijnë nga puna, ose nga sepse puna në policinë e Kosovës është sfidë, është punë që të harxhon si njeri. Edhe ne deri më sot nuk e kemi një sigurim shëndetësor si policia e Kosovës, që është mjaft shqetësuese për sindikatën e policisë Kosovës, edhe kemi ngritur shumë kërkesa ku besojmë që ato kërkesa një ditë na plotësohet. Pajisjet elektronike të cilat kërkojnë investime janë prioritet sipas policisë, mirë po nga ekspertët konstatohen edhe shkelje të rregullave primare gjatë operimit në trafik. Mungesa e shenjave vezulluese në uniformat e policisë po shihet si mungesë sipas avokatit Shaljani. Ai thotë se nëse uniforma kishte qenë pajisur si në të kaluarën, ishte vrejt edhe më mirë nga pjesëmarrësit në komunikacion. Mua më kujtohet kur kemi fillu punën në vitin 2002, uniforma e policisë ka qenë e shenjëzuar me vija me fosfor. Kjo e tregon një paralajmërim të rrezikut se mund të gjendesh në rrezik edhe vozista apo pjesëmarrësit në komunikacion mund të identifikojnë shumë më larg. Tek rastet e tilla nuk e di rastin saktë se si ka ndodhur, edhe nuk mund të gjykoj sepse mund të jetë kompetenca e gjykatës e cila do vendos lidhur me këtë. Mirë për shenzimi me jelek reflektues apo me uniformë të cilët në momentet që del një zyrtar policor në mbrëmje apo natën, mendoj që do të e hiqte rrezikun nga vetvetja. Për atë edhe mendoj që duhet jetë obliguar në këtë rast. Policët rrugor të vendit kanë probleme me sigurinë e tyre në punë. Ekspertët dhe sindikata konfirmojnë që pajisjet të rëndësishme mungojnë dhe procedurat nuk zbatohen sipas standardeve. Pamjet ku policët goditen nga makina në disa raste kanë shqetësuar publikun, por të dhënat e policisë nuk konfirmojnë se ka ndonjë ndryshim të procedurave. Zyrtari policor Ganis Sahitaj mori lëndime trupore derisa ishte në punë gjatë realizimit të një pike kontrolli. Nga pamjet shihet se një kamion ishte i ndalur dhe mbrapa kamioni zyrtari policor del për ta ndalë një vetur tjetër. E kjo vetur pasi kishte ndalur shpejtësinë, goditet nga një automjetik forit, i cili në atë kohë ishte në lëvizje. Ky rast ka shkaktuar pasoja direkte në trupin dhe shëndetin e një zyrtari policor. Ne kemi kontaktuar me zyrtarin policor Ganis Sahitaj, i cili ka treguar se ka qenë për shërim në Turqi dhe se shpenzimet e protezës së këmbës i ka paguar me paratë e tij, por që ka marrë premtimin se do i kompenzohet nga policia. Deri me tani, dora e shtetit nuk ka arritur tek zyrtari policor. I njëjti është dashur të gjejë një avokat për të shtyrë përpara çështjen e tij. Përshëndetje nderuam. Jam Behar Mustafa, jam gazetari kallzo.com. Po shpresoj që je mirë me shëndet dhe po kalon mirë. Mirë zotit shoqëria, mirë. Po shkon ka përmirësimi, unë kom qitë një protezë, atë më konë në Turqi, kom qitë një protezë, shoqër zotit ka pak një herë është edhe fillimi. Besoj që i përmirësuat jam përmirësim, për ditë ka pak. Edhe me këshyrë shka o ka bëmot me mu, qëfa drejtimi po shkoj. To shpenzime, kush ti ka pagu? A i ke pagu vetët, i ka pagu shteti? Për momentin i kom pagu vetë komplet. A të kanë premtu? Kanë premtu që kompenzojmë komplet, kësa kanë premtu. Me këta italian të, a ke kontaktu në hera, ke ronë kontakt me ta i ndërum? Me italian, unë e kom pa angazhu advokatin tem, edhe në që një 2 javë ditë më kanë thonë me caktu një datë për më marrë më të vizitu këtu. Po. Alo nuk o të freja asë nga drejtim. Hetimet për këtë rast se si erdhi deri tek aksidenti nuk do zhvillohen në Kosovë.
për shkak të përfshirjes së një automjeti të këforit, pasi ata kanë imunitet në Kosovë dhe hetimet për ta zhvillohen në vendet prej nga vinë ata. Në prokurorinë e PS tregojnë për ecurim fillestare të procedurës penale të këtij rasti. Lidhur me këtë çështje penale, me rast një zyrtar policor ka pësu lëndime të rënda trupore, ku për fatkeq ka humbur dhe këmbën, ku si pasojë e tentimit për të ndaluar një veturë, e cila edhe ajo ka qenë veturë zyrtare e këforit. Mes rast vetura tjetër e këforit e ka goditur veturën që ka qenë para saj dhe si pasojë e kësaj goditjes, vetura që ka qenë para saj ka shkaktuar lëndime trupore të pariparueshme dhe të rënda, ku siç e potencoi ka humbur këmbën zyrtari policor. Njësit të relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, gjithashtu edhe prokurori i shtetit është normal me këtë çështje për shkak të imunitetit që kanë zyrtarët e këforit në Republikën e Kosovës. Kemi qenë të kufizuar në ndërmarrjen e veprimeve ligjore, mirë po kemi pasur koordinim të ngushtë me zyrtarët e këforit, mes rast prokurori e çështjes i ka pritur fillimisht në takim. Të njëjtit janë interesuar shumë për gjendjen e viktimës, i cili ka qëndruar për një kohë në Çekokë, dhe si çështje penale kjo do të transferohet për të hetuar pas veprimeve të ndërmarrë nga prokuroria e veprime fillestare, do të transferohet për të trajtuar për veprime të mëdha të jashtme në shtetin përkatësisht në Republikën e Italisë. Rastin e zyrtarit policor Gani Saita ne do vazhdojmë ta monitorojmë. Një përgjigje rreth procedurës së këtij rasti e kemi kërkuar edhe nga këfori në Kosovë, por ata nuk kanë kthyer përgjigje deri në publikimin e këtij materiali. Gani Saitin kam pas rast që ta njoh dhe kam punu me to, sepse unë vij nga regioni i Pes, e njoh mirë. Edhe Gania ka pas një aksident gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Siç e dim, ai ka pas një aksident me këfor, dhe të thëtë goditja i ka ardhur nga një veturë e këforit. Dim mirë se rregulluarit në vend nuk na lejojnë që gjykata dhe prokuroria të merren me këtë rast për arsye se misionet diplomatike të huaja ose këforit kanë imunitet diplomatik. Edhe ky rast shkon më të tje, por nuk hetuat nga organet tona të drejtësisë. Sa i përket gjendjes tina, kemi vizitojmë edhe ne si sindikat, po edhe menaxhmenti i lartë kanë qenë. Gjendjen e ka stabile tash për momentin. Sa di unë dhe jam i sigurt që ju ka siguruar edhe proteza, ku tani edhe hec, të më thonë, ka mundësinë që për me hec, ende është në marrëdhënie pune, për më të tje do të flasim në një rast tjetër. Ndihma ekonomike dhe juridike për policët e cilët janë viktimat e sulmeve gjatë detyrës zyrtare do duhej të ishin të domosdoshme, por përpos lëndimeve që i marrin në punë, policët në gjykata nuk kanë avokat të paguar nga buxheti i shtetit. Në Ferizaj gjejmë një rast ku polici Fisnik Haxha, i cili është sulmuar fizikisht për shkak se ka shqiptuar një tiketë trafikut, duhet të paguajë avokat privat për të përfaqësuar në rastin penal ndaj 4 persona të akuzuar për sulm ndaj tij. Haxha është një zyrtar policor i Gjenerata të Reja në Shtime dhe ka shqiptuar tiketa ndaj anëtarëve të familjes Arifi nga ky qytet. Ai, kur kishte shqiptuar tiket, kishte marrë një paralajmërim. Kush je ti, me na dënu neve. Të paktën kështu thuhet në akt akuzën e prokurorisë. Ky kërcënim ishte jetësuar pas disa ditësh. Haxha ishte rrahur publikisht nga anëtarët e familjes Arifi dhe një shok i tyre në një kafeteri në Shtime. Sipas pozëm tume në këtë rast zyrtarit policor, ai ka qenë i sulmuar për shkak detyrës zyrtare që ka zhvilluar në komunën e Shtimes. Disa kundërvajtëse ju ka shqiptuar një tiketë dënimi, një dënim në kundërvajtje dhe pastaj ata ju kanë hakmer për shkak të atij veprimit të lidhshëm të zyrtarit policor në një lokal kur njëri ka hyrë me pi kafe ato. Ajo që ka ndodhur ato gjithmonë, po flas pas klientit ton, ka qenë se lidhet me detyrën zyrtare dhe përveç tjerash janë përdorur mjete të përshtatshme edhe për ta privuar nga jeta. Janë përdorur shufra të metalit dhe mjete të ndryshme. Prokuria e Ferizajt nuk ka jetuar në mënyrën e duhur, sepse nuk ka gjetë mjetet të cilat janë përdorur me rastin e rrahjes
nga ana e të akuzuarve, respektivisht 6 të dënuarve, si dhe më tepër ju ka besuar deklaratave të akuzuarve, apo të dëshuarve më herët, se sa deklaratës zyrtarit policor. Sipas legjislacionit në fuqi, nëse sulmohet personi zyrtar, nuk mund të veprohet në këtë formë, të shkohet me formën e lëndimit të lehtë, sepse vepra penale sulm ndaj personit zyrtar është vepër më e rëndë kur lidhet me detyrë zyrtare. Çka na bie në sy në këtë rast, shikues të nderuar, se në ngjarje janë të përfshirë 4 persona. 3 nga ta dërgohen në paraburgim, ndërsa i 4-ti pa një sqarim të qartë lihet të mbrohet në liri. Prokuria nuk i ka shqyrtuar masën e duhur në akt akuz, sepse ndërka gjykata në momentin e pranimit të fajësisë nuk çohet në shqyrtimin e prova, mirë po zakonisht dhe ashtu është parashitur me legje, shqyrton dispozitivin e akt akuz. Dispozitimin dhe akt akuzën në tërësi, ndërka që në këtë rast mendoj që prokuria ka neglizhuar rastin edhe është në prokuri të përgjithshme, në shumicën e prokurive të përgjithshme në prokuri të regionale, nuk merren shumë hetime detale të çështjeve, ma tepër varen nga raportet e hetuesve të policisë dhe deklarimit të palëve, që çdo akt akuz që ngritet në bazë deklarimit të palëve edhe vetëm hetimeve të policisë pa u hequr nga prokurori janë akuza me të meta, sepse nuk janë profesionale dhe kjo ka qenë pikërisht e tillë. Aja që është më e keqe, zyrtari policor punon në atë komunë ende edhe kanosjet, kërcënimet, përcjelljet vazhdojnë edhe tutjen, nuk është vetëm në kohën që kur ka ndodhur rasti që kanë kanosur me vrasje, mirë po edhe gjatë kohës sa ata kanë qenë në arrest shtëpiak, ata kanë dalë nga arresti shtëpiak, është lajmëruar gjykata dhe prokuria nga ana e të mbrojtërit tonë, por nuk janë marrë masa dhe nuk është ndrur masa nga arresti shtëpiak me kaluar në paraburgim siç parashihet me dispozita ligjore. Pas shkresave të lëndë se kemi kuptuar që njëri nga ta nuk ka qenë nuk është taktuar në mbajtje dhe nuk është taktuar asnjë mas, mirë po varet edhe nga hetimet që ka bërë prokuria, që ne edhe për këtë çështje mendojmë që ka qenë lëshim. 3 nga 4 personat e arrestuar dërgohen në paraburgim dhe më pas një muaji me kërkesën e prokurorisë dërgohen në arrestin shtëpiak. Ndaj të akuzuarit e 4, Genze Qiri nuk ka pasur kërkesë as për paraburgim e as për arrest shtëpiak. Kemi kërkuar përgjigje nga prokuroria e Ferizajt lidhur me hetimin rreth këtij rasti dhe pse nuk ka pasur kërkesë për të. Prokurori i shtetit pas vlerësimit dhe analizimit të provave të siguruara në këtë çështje penale, ka vlerësuar se ndaj të dyshuarit me inicialet G.Z nuk janë përmbushur kushtet ligjore për parashtrimin e kërkesës për caktim të masës së paraburgimit. Në këtë rast nga prokurori i shtetit janë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore dhe sa i përket pyetjes së fundit, ju njoftojmë se prokuroria nuk ka ushtruar ankesë kundër aktvendimit të gjykatës themelore në Ferizaj lidhur me këtë çështje penale. Pasi të dyshuarit person ndaj zyrtarit policor dërgohen nga paraburgimi në arrestin shtëpiak, pretendohet se ata e kanë thyer arrestin shtëpiak. Ne kemi siguru disa shkresa, ku policia e stacionit të shtimes i kishte evidentuar se nga vizitat që u janë bërë të dyshuarve, ata nuk janë hasur në vendbanimet e tyre. Pasi thyrja e masës së arrestit i përket gjykatës, ne kemi pyetur gjykatën e Ferizajt se çka ka vepruar në këtë rast dhe kjo është përgjigjja e tyre. Me datë 28 janar 2025, nga stacioni policor në Shtime, kemi pranuar një raport policor për të pandehurit Q.A dhe F.A, për të cilën përgjatë verifikimit të bërë për personat që gjenden në arrest shtëpiak, nuk kanë qenë prezent në shtëpi. Me këtë rast të njëjtit kanë thyer masën e arrestit shtëpiak. Me datë 29 janar 2025, në seancën dëgjimore, gjyqtari i çështjes ka marrë akt vendim me anë të së cilit të pandehurve Q.A dhe F.A i mbetet në fuqi masa e arrestit shtëpiak, për të cilën palët janë njoftuar sërish se për çdo shkelje të masës së arrestit shtëpiak, pa leje me shkrim të gjykatës, ndaj të njëjteve do t'ju caktohet masa e paraburgimit. Nga përgjigjja e gjykatës së Ferizajt aty shihet se gjyqtari vetëm u ka tërhequr vërejtjen që një gjë e tillë mos të përsëritet më, ndërsa përgjigjja e gjykatës vazhdon tutje duke treguar se 3 të akuzuarit e parë, Florent Qendrim dhe Lavdron Arifi e kanë pranuar fajësinë për veprat që u vihen në barr, ndërsa i 4-ti Genze Qiri nuk e ka pranuar fajësinë dhe ndaj tij është veçuar procedura,
dhe kjo çështje është ende duke u gjykuar në gjykatën e Ferizaj. Më 30 nëntor 2024, gjykata themelore në Ferizaj ka pranuar kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit nga Prokuroria Themelore Ferizaj për të pandehurit FA, QA dhe LA, ndërsa për GZ nuk kemi pranuar ndonjë kërkesë për caktimin e paraburgimit. Më 1 dhjetor 2025, gjyqtarja e procedurës paraprake ka aprovuar kërkesën e prokurorisë dhe ka caktuar masën e paraburgimit. Më 24 dhjetor 2024, Prokuroria Themelore në Ferizaj ka dorëzuar në gjykatën themelore në Ferizaj propozimin për ndërprerjen e masës së paraburgimit, për të cilën ka propozuar që kjo masë të zëvendësohet me masën e arrestit shtëpiak. Më 14 shkurt 2026, gjyqtari i çështjes ka shpallur gjykimin fajsues ndaj të pandehurve FA, QA dhe LA, për të cilën janë shpallur fajtor dhe janë dënuar me dënim me gjobë. Ndërsa sa i përket GZ, lënda është ende aktive në gjykatën themelore Ferizaj, pasi që për të është veçuar procedura. Pas këtij vendimi të gjykatës së Ferizajt, edhe gjykata e apelit e vërteton dënimin me nga 2.000 euro gjobë për 3 të akuzuarit e parë të këtij rasti. Mbrojtja e zyrtarit policor pretendon se dënimi me të holla, siç ka ndodhur në këtë rast, nuk shërben si mazë mbrojtëse për zyrtarët policor. Për dënimet e tilla nuk krijojnë efekt prapa veprues për kryesje tjetër të mëndshëm, sepse me këto dënime që ka shqiptuar gjykata e Ferizajt, mund të them që secili qytetar i atij regioni, por edhe i Kosovës, merr guxim me dalë me sulmu policët dhe t'i paguajnë ka 2-3.000 ose 500-600 euro gjobë. A është vërtetuar edhe për gjykatës së apelit e njëjta? Në fakt, në këtë rast gjykata e apelit ka vepruar sikur të ishte notar, nuk jam befasuar. Vetëm e ka vërtetuar, nuk ka analizuar asnjë lloj ankese në mënyrë meritore dhe vetëm ka vërtetuar vendimin e shkallës së parë. Por megjithatë ne kemi paraqitur një propozim kryeprokurorit të shtetit që të paraqet kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ndaj gjykimeve të gjykatës së shkallës së parë dhe shkallës së dytë. Florent Arifi, i cili nga 2 shkallë të gjykatës është dënuar vetëm me gjobë për sulm ndaj zyrtarit policor, pretendon se nuk e ka sulmuar e kërcënuar zyrtarin policor lidhur me shënimin etiketave të trafikut. A është e vërtet që e keni sulmuar për shkak të etiketës? Jo. Ke vonë nga, ke punë në mshit, ka gjemëti, i ka punë një vetë. E në arrest shtëpiak që për shembull ishin do vendimet policisë që ju e keni thyer arrestin? Jo, s'është e vërtet. A e keni kërcënuar me vdekje që ashtu qysh ai po pretendon? Jo, më çfarë kam punë. Na jam familjore, nuk jemi thënë njerëz. Po është në akt akuzë shkruajke se ju i keni thonë kush jeti me na dënu neve. Ose është e vërtet, më nuk çatuaj kështu. Ne kemi tentuar me marrë një koment edhe nga Qendrim Arifi, por ai shkurt na ka thënë se me kontaktu me avokatin e tij, të cilin e kemi kontaktuar më pas. Na e kena pranuar një ankesë prej Fisnik Haxhës, një zyrtarit policor, edhe ai po pretendon se ju e keni sulmu për shkak që ajo ka shënuar etiketën në trafik. Avokati mirë në këtë punë. Mundesh me bisedë me ta. Më dhënë komente lidhje me palën absolut, se edhe ajo gjithsesi unë jam avokat nëse si rast më kujtohet, jam i palës akuzuar. Ta shënësoj me bënë kur farë përgjigje ma shumë veç ato shajki zyrtare. Jashtë zyrtarës dokumentacionin e paske. Aty mund të shkrejt i ki me fjallë përfundimtare, me proces verbal që shka shuetësuria me krejt. Avokati i lavdëron Arifit, Dardan Hakiu, thekson se ky rast ka kaluar me pranimin e fajsisë dhe se nuk i kujtohen sakt çështja e thyrjes së arrestit shtëpiak se për kënd ka qenë. Thirra në lidhje me një klient tonin, lavdon Arifi, nëse të kujtohet, para një viti dikun e pas kanë pas një farasti, pas kanë përfundu, për një sulm ndaj personit zyrtar. E dashta me marrë një koment prej juve për shkak se na e kena pranu një ankesë për mos trajtim të mirë të rasti për shkak se personi zyrtar po pretendon se është sulmu për shkak të një etikete të trafikut që e ka shënu. Edhe mas ne këta e kanë sulmu me një kafiteri.
realisht tash ka kalu këtë kohë edhe nuk më kujtojnë detale, po kjo që që di kon me një festë në konë edhe një nëve. A kom për person zyrtar, a i realisht jashtë detyrës së konë, tash që ka ndodhë atë 12 natës a 1 natës nuk. Po me pranë fajsi së është konë losë. A është diskutu puna që këta e kanë thyë arrestin shtëpiak nuk e kanë mbajt qatë kohë në seancë mas nej? Jo, nëse s'ka bëj për njonin, është mojtë seancë apo më s'ka po se raport miksur, e diçka nuk e di, nuk për këto, jemi jo, se tashti jenë konë 3. Avokati i Genze Qirit thot se çështja e klientit e tij është duke u gjykuar dhe se ende gjykata nuk e ka thirrur për shqyrtimin gjyqësor. Unë ku marr pjesë vetëm me datën 17/12/2024 kur intervistuat e prokurori që atë deklaratë e konë këtu, ajo veç ky djali nuk konë para burgim fare, edhe kjo deklaratë e prokurori tash lexova totalisht. Gjojë se veç ka qenë vërtu se asë të fysh në gjari atë fare, veç që ka po më synë. Që të sigurisht nuk ka quë në paraburim. Në vonë në fizikë, ka fiziki që ka konë gestori i policijës Kosovës, prokurori pyetje a e ke njohur përpara fizikën si pjesor, jo tha ku njoh veç qytetara, që polici kurse edhe ato s'ka qenë në formë. Sindikalistët e policisë thonë se kur sulmohet zyrtari policor lidhur me punën policore, atëherë sulmohet shteti, por shteti më pas këtyre zyrtarëve nuk u ndihmon as në gjetjen e avokati për kryerjen e procedurave gjyqësore. Fatkeqësisht policia e Kosovës nuk ka të angazhuar ndonjë avokat ose ndonjë udhë të avokatëve ose një kompani që i mbron për listë për arsye të punës zyrtare. Edhe ne si sindikat kemi bërë disa herë thirrje që policia e Kosovës ose Ministria e Drejtësisë, avokatët shtetënor, që të merren me këtë çështje. Po nëse sulmohet policia, llogaritet që u sulmu shteti? Absolutikisht që po. Nëse sulmohet policia gjatë detyrës zyrtare, ai është sulmu shteti, është sulmu uniforma e shtetit Kosovës. Për të sqaruar këtë çështje ne kemi kërkuar një përgjigje edhe nga avokatura shtetërore në Ministrinë e Drejtësisë, se a kanë mundësi dhe bazë ligjore me i mbështet zyrtarët policor në këto raste, por ata kanë thënë se nuk e lejon ligji me u bën një gjë e tillë. Bazuar në ligjin numër 08-L-227, avokatura shtetërore përfaqëson vetëm institucionet e administratës shtetërore në procedura gjyqësore, ndërmjetësim dhe arbitrazh, ndërsa nuk i përfaqëson zyrtarët shtetëror. Ligji numër 08-L-227 nuk e parashën mbështetjen apo përfaqësimin e zyrtarëve shtetëror, por as nuk kemi pasur kërkesa nga zyrtarët shtetëror. Policët rrugor sfidohen nga probleme të shumta në përditshmërinë e tyre, mungesa e pajisjeve, kushtet jo të mira të punës dhe mungesa e mbrojtjes ligjore, sidomos në rastet kur ata janë të sulmuar fizikisht, vlerësohet si problem serioz në sigurinë e tyre. Këto çështje të sigurisë sipas ekspertëve duhet të adresohen shpejt, për shkak se po rrezikohet shëndeti dhe jeta e policëve. Tashmë ka disa viktima të cilat vuajnë pasojat. Në ulumtimin ton, kemi gjetur edhe një situatë tjetër që për ne është shumë shqetësuese. Një i ri nga rajoni Mitrovicës vdiq pasi u godit nga një makinë në kohën kur ai ishte ndalur nga një veture policisë. Personi sipas raporteve zyrtare po lëvizte drejt makinës së policisë kur u shtyp nga një makinë tjetër që po lëvizte në rrugën drejt Prishtinës, ku zhvillohet shpejtësi e lartë. Ky rast ngriti edhe një hetim të ri krahas hetimit të ngjarjes tragjike, hetim pati edhe për përgjegjësinë e zyrtarëve policor në ngjarjen e aksidentit. Sipas vlerësimit të prokurorisë shtetit, jo, ata nuk kanë përgjegjësi penale, gjithsesi në raport me veprimet e tyre nuk rezulton asnjë element i veprës penale. Është çështje tjetër, çështja sa përket trajtimit brendshëm nga ana e policisë, ajo nuk i takon prokurorisë shtetit që ta trajtojë. Por në raport me çështjen e aspektit penal, unë kam vlerësuar dhe kam konstatuar që si të tilla veprimet e tyre nuk përbëjnë elemente veprës penale dhe rrjedhimisht çështja penale është trajtuar vetëm në kuadër të veprimet të panderit, gjithsesi njëri prej panderëve. Unë mundam me konstatuar që si prokurori rastit kanë trajtuar tërësinë e kësaj çështje penale, si në raport me mënyrën e veprimit, në raport me
për ndjekjen sa i përket, sepse aty ka pas një kundërvojtje në komunikacion e cila ka qenë në zhvillim e sipër, ku policia ka interferuar me qëllim që të parandaloj, sipas raporte policore, një rast që ka të bëjë me gara në rrugë publike, gjithsesi në rrugë nacionale. Momenti që policia ka interferuar që ta parandaloj, sepse dihet mirë, po që se nuk e kishte ndërmarrë policia këtë veprim, atëherë do të rezultonte në veprime në raport me çështjen e aspektit përgjegjësisë disiplinore për ta. Po ata kanë vepruar me qëllim që të parandalojnë që të shkaktohet një pasojë, gjithsesi që të shkaktohet edhe vetë kundërvojtja. Mandej i kanë ndaluar ato automjete dhe ka filluar procedurën e zbatimit të çështjes së aspektit ligjor në raport me shqiptimin e gjobës kundërvojtëse. Si në këtë rast që prokuroria më njëherë atë ditë, gjithsesi atë natë, ka dalë, unë si prokuror kam dalë vend ngjarjes, kanë ftuar edhe ekspertin e komunikacionit rrugor, në jetën ku ka ndalë në inspektorati policor dhe të gjitha së bashku kanë trajtuar çështën në raport me aspektet e vendit ngjarjes, zbulimit provave, marrjen e pyetjet të dëshmitarëve, sigurimit të raporte mjekësore, skicës së vendit ngjarjes, sigurimit të videoinqizimeve, se të duhet me kuptu, aty ka qenë një automjet që quhet si automjete inteligjente, që në tërësi e pasqyron ngjarjen, rrethanën dhe çështjen. Dhe rrjedhimisht në momentin që kemi siguruar këto prova, kemi vërtetuar faktin se kush është shkaktar i aksidentit, që sipas prokurorisë në këtë fazë procedurës penale tashmë edhe është ngrita këtë akuza në raport me rrezikimin e trafikut publik, kemi vlerësuar se është i pandehuri. Prandaj edhe është arrestuar, mandej është paraqitur kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit e kështu me radhë është zhvilluar proceduralisht kjo çështje. Armend Preniqi nga IPK-ja ka hartuar një raport për aksidentin e datës 19 mars në magjistralen Mitrovic-Prishtinë, saktësisht në fshatin Pestov, ku i vdekur ka mbetur një i ri. Arsyeja pse IPK-ja është përfshirë në këtë aksident ka ardhur pasi në momentin e aksidentit zyrtarët policor ishin duke shkruar një gjobë për personin e ndaluar. Ndalja e veturës së policisë e po ashtu e veturës së të riut ishin në shiritin emergjent të rrugës. Disa momente nga ndalja i riut del nga vetura e tij dhe i ofrohet veturës së policisë afër xhamit të veturës së policisë, derisa po bisedonte me policët ai goditet për vdekje nga një veturë tjetër që ishte në lëvizje. Në lidhje me rastin fjalë, inspektorati ka dalë në vend ngjarjes. Në vend ngjarjes ka qenë prokurori kompetent kujdestar, ka dalë edhe eksperti i komunikacionit. Kështu që na gjithmonë kemi qenë koordinim me prokurorin e çështjes që është marrë me rastin fjalë. Ne kemi bërë hetimin në këtë rast, të gjitha të gjeturat që kemi gjetë janë raportuar në prokurori të shtetit, të prokurori, me një raport njoftues që raporti u dorëzuar në prokurori. Nëse ka diçka për prokurorisë, na jemi të gatshëm me marrë veprime shtesë diçka. Tash lënda, si lëndë ka kaluar prokuroria dhe është prokuroria kompetente me dho detaje ma konkrete lidhje me këtë rast. Raporti i Preniqit është dërguar tek prokurori i Mitrovicës Muharrem Prekazi, i cili edhe ka ngritur akt akuzë në këtë rast dhe sipas Prekazit, arsye që personi ka pasur tiketat e papaguara të trafikut e kanë shtyrë atë të kërkoj edhe marrjen e patent shoferit për personin që shkaktoi aksidentin me fatalitet. Kjo është një çështje që nashta do në trajtim pak më zgjeron. Nga ajo që ne kemi kuptuar mbi bazën e rasteve të cilat ne kemi proceduar, rezulton që një numër shumë i madh e atyre të cilët rezultojnë në raport me çështjen e aspektit penal sa përket rrezikimit trafikut publik, kryesisht janë raste që ndërlidhen me persona të cilët kanë gjoba të panumërta ose numër shumë të madh, ku si tillë në mungesë të ekzekutimit të këtyre gjobave, të njëjtit veç se vazhdojnë me ndërmarrë të njëjtin veprim, sepse pasoja në raport me aspektin e gjobave shqiptuar nuk ekziston ose është, më me thonë, në nivele shumë të ulta. Rrjedhimisht duhet pas parasysh se të njëjtit nuk kanë pasojë sa përket veprimeve ndërmarrë në rregullat e komunikacionit rrugor, jo në mungesë të shqiptimit të gjobave, sepse gjobat janë duke shqiptuar nga ana e policisë. Por ekzekutimi i këtyre gjobave, kjo është pengesa kryesore. A kem bazë ligjore që e rregullon këtë punë të mirë? Nga ajo çfarë unë kam trajtuar, jo nuk ekziston një bazë e mirëfillt ligjore sa përket rasteve kur kemi të bëjmë me ekzekutimin e gjobave në procedurë kundërvojtëse. Kjo në mungesë të një harmonizimit të ligjeve edhe në mungesë të kësaj kornize ligjore, një numër i personave që nuk kanë automjete, gjithsesi pasoja sa përket gjobës shqiptuar nuk ndërlidhet edhe me ndonjë kufizim tjetër, në mungesë të kësaj një pjesë e madhe gjoba të shqiptuar mbesin të pa ekzekutuar. Rrjedhimisht ata persona pranojnë gjoba, dalin në komunikacion pas një pasojë, pas një pengesë tjetër. Edhe kanë afat parashkrimi?
Me njerë dihet si pas ligjit, aforti i parashkrimit relativ është 1 vjet, aforti i parashkrimit absolut është 2 vjet procedurë kundërvojtëse. Në rasti konkret, unë kam propozuar që ndaj panderit të shqiptohet edhe dënim plotësues ndalimi i drejtimit të automjetit, pasi që vlerësoj se është e domosdoshme në rrethonat kur kryesi veprës penale, jo vetëm me rastin e kryesjes veprës penale, por edhe më parë ka qenë shkesë kundërvajtës, me cilin rezulton se njëjti si rezultat i veprimeve tina në trafikun rrugor ka kryer kundërvajtje me automjetin cilin i njëjti ka drejtuar. Në anën tjetër tashmë është shkaktuar një pasojë që prokurori i shtetit mos veprojë me qëllim që të parandaloj edhe shkaktimin e pasojave të tjera, gjithsesi që kryesi i veprës penale përmes drejtimit të automjetit ka shkaktuar, do thotë, vepra kundërvajtëse, ka shkaktuar vepra penale, rrjedhimisht kam vlerësuar se është e domosdoshme që ndaj të njëjtit të shqiptohet edhe dënim plotësues ndalimi i drejtimit të automjetit, që është forma me cilën vlerësoj se arrit edhe qëllimi i dënimit sa i përket jo vetëm kryesit veprës penale, por edhe parandalimit edhe satisfaksionet që në të ardhmen mos shkaktohet veprime të tilla me qëllim që siguria në trafikun rrugor të jetë në nivelin e duhur. Pa dosht me i në tematik tërësisht me të rastit, po i panderi ka pas edhe gjoba tjera në komunikacion që si tilla në argumentoj faktin edhe sa i përket mënyrës së veprimit të tij në kodër të komunikacionit rrugor. Për çfarë gjobash flasim rrugor? Gjoba kundërvajtëse. Të larta? Po ka gjoba edhe të larta, ka gjoba edhe të ulta, po të njëjtën kohë çështja është më e rëndësishme që e argumenton qasin e të panderit në raport me pranimin e rregullave të trafikut rrugor, sa i përket zbatimit tyre, për të njëjtën kohë edhe pas nëse rezulton shqiptimi i gjobave, se sa ka qenë ky person i vëmendshëm e kuptuar se pasoja e shkaktuar ka orë si rezultat i veprimeve të tij në raport edhe me çështjen e gjobës shqiptuar, e cila si e tillë tashmë është paguar nga ana e tij, sepse nganjëherë ti e trajton çështjen në atë rrethon ku ti e vlerëson që sa ky person e ka pranuar gjobën e shqiptuar dhe sa ka qenë i vullnetshëm që i njëjti si rezultat i gjobës shqiptuar ti përmirësoj sjelljet e tina. Ku dihet mirë përmirësimi i sjelljes në kupton edhe në një rrethon kur fillon me respektu ligjin, po edhe e pagun gjobën, po me qenë se ne, siç e trajtuam, nuk kemi mekanizëm për ekzekutimin e tyre të mirë fillt, veç aspekti vullnetar nuk besoj që ka me arrit këtë qëllim. Janë kontë të papagume gjobat? Janë të papagume. Asnjë për gjoba nuk është e pagume. Po për shembull, kur i nal policia dhe e verifikon, e shet që ky pas ka 5 tiketa, edhe që të 5-tat si pas ka pagu hiç, prapë është njëjtë. E morën një shembull tult me 5 tiketa. Numri me 5 tiketa është numër shumë, më e thonë, i ulët. Ka numër, do thotë me 150, 150, do thotë numër shumë më të madh të tiketave, por në anën tjetër zyrtarët policorë nuk kanë një mekanizëm tjetër me cilin e arrin qëllimin që të njëjtët ose ta largojnë nga komunikacioni rrugor, pasi që ligjvënësin në rastin e përpilimit gjithsesi hartimit të ligjit nuk e ka rregulluar edhe këtë çështje sa i përket aspektit procedurave të ekzekutimit të gjobave të shqiptuara në raport me çështjen e ekzekutimit, pasi që gjoba e shqiptuar të ketë karakterin e plotfuqishëm, mënyra e zbatimit sa i përket ekzekutimit kësaj gjobe është me disa pengesa që rrjedhimisht një numër shumë i madh të tyre mesin të pa ekzekutuara, edhe në mungesë së zyrtar policor, ata e zbatojnë ligjin, shqiptojnë gjobat sipas shkeljes që ata kanë konstatuar se është bërë, por në anën tjetër personi prapë është nesërmen ose atë ditë menjëherë në trafikun tonë publik. Çështja e aksidentit në magjistralen Mitrovica-Prishtinë është hetuar edhe në një drejtim tjetër. Aty ka edhe një hetim penal në lidhje me dëshmitarët që nuk e kanë folur të vërtetën se çysh ka ndodhur aksidenti. Sipas prokurorit të këtij rasti, i cili kishte dalë në vendin e ngjarjes, thotë se hetimet në raste të aksidenteve duhet me u zhvillu me shpejtësi më të madhe, sepse mundësia e zhdukjes së provave është po ashtu e madhe. Dëshmitarët shpeshherë paraqisin pengesa procedurale, ku edhe në këtë rast njëra nga dëshmitarët ka paraqit deklarim të rrem sipas prokurorisë së shtetit dhe është arrestuar për deklarim procedurë penale, ku pasojë edhe ndaj tjetër është ngritur akt akuz për deklarim rrem procedurë. Por si do duhet të zhvillojë një pikë kontrolli në shtetin tonë? Kjo është një dilemë tjetër e madhe. Sa do duhet policët me qenë të dukshëm kur krijojnë një pikë kontrolli, apo duhet të fshehen dhe kur dalin në rrugë për ndaljen e kundërvajzëve në trafik, të rrezikojnë edhe veten e po ashtu edhe personat e tjerë në komunikacion.
janë përcaktune me rregullore, me udhëzuese, me ligj, pika kontrollit duhet me qenë e sigurt, pikëspari për policin i cili e ban pikën e kontrollit, për shoferët që ndalen, po për gjithë pjesëmarrësit që janë përfshirë në trafik, do të me qenë siguria maksimale. Gjithmonë pika e kontrollit me radar, aja ma tepër do të me lu rolin e preventives se sankcionimit. Nuk është e preferueshme më mshef, do të me dalë në vend ku shihet për një distancë të lartë, edhe do të me kondukshmëria e nivelit lartë. Nuk guxon në vende ku e rrezikon pjesëmarrësit tjerë, kthesa, natën, zakonisht kur bëhet pika kontrollit natën, do të me qenë e pajisur me drita sinjalizuese, me kone, edhe vendi do të me qenë i ndriçuar. Edhe hapësira ku ndalen automjetët do të me qenë e mjaftueshme. Përmirësimi i kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë po shihet si ndërhyrje urgjente në policinë e Kosovës. Mungesat e përmendura më lart duhet evidentuar sa më shpejt në mënyrë që puna në polici të zhvillohet normalisht. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.